Në rregull, vazhdojmë. A bën të falet namazi farz në 3 kohët e ndaluara? Për namaz do të thotë në periudhën e lindjes së diellit, në periudhën kur dielli është në zenit dhe në periudhën e perëndimit të diellit. Në qoftë se për ndonjë arsye nuk arrim ta falim më herët. Për shembull, nëse ndodh që namazin e kindis ta zë periudha e perëndimit të diellit, a është më mirë që prapse ta falim në atë kohë apo më mirë të presim të hyjë koha e akşamit dhe më pas këtë namaz ta falim si namaz kaza? Besimtari duhet më mundu namazin me bë në fillim të kohës, nëse ka mundësi. Duke respektu domethënë mësimet që i ka mësuar. Ajetin ku thot Allahu inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është bë farz për besimtarët në kohë të caktuar, jo kur të nam teket neve, në kohë të caktuar. Por ta zëm që ndonjëherë për ndonjë anashkalim tonin ose për ndonjë arsye ka ndodhur me u vënë. Dhe tash vjen koha e qindis bash momentin që është duke perëndu dielli. Ende s'ka hyrë koha e akşamit, po është duke perëndu dielli. Ne duhet me fal i qindin edhe pse është duke perëndu dielli. Sepse ulemat kanë thonë në ato kohë nuk lejohet me fal namaz vullnetar. Ndërsa nëse namazi është farz ose është namaz me sebeb, që është namazi i hyrjes në xhami. Nëse hyn në xhami para akşamit 10 minuta. Shumë prej dietarëve e lejojnë, edhe pse ka prej dietarëve që thonë se mos e fal. Pse? Se thonë se nuk është doje mos me u falën namazi kur hyn në xhami. Kurse për namazin farz gjithë dietarët pajtohen që fillimisht duhesh me i fal farzet. Sunet e iqindis nuk i fal këtë rast, sepse atë janë vullnetar. I fal vetëm farzin e iqindis dhe nuk e lejon me të hik këtë koha e iqindis që pastaj me lënën pas akşamit, sepse nëse vepron në atë mënyrë, atëherë konsiderohet se e ke lënë namazin me qëllim dhe bën haram, bën gjuna të madh.